po ju tregoj se si përdoret seti e lërkapin. Ky është i set që ndihmon për rënjen e flokut dhe të ndihmon që të shtohet floku i ri. Tu kemi lan kokën me shampo, 5 deri në 6 minuta me masazh, mbasi e kemi lar me shampo. Tani përdorim tonikun. Toniku është me pika, gjithmonë duhet në flok të lagur, duke bërë masazh 5 deri në 7 minuta. Dhe mbasi e bëjmë me tonik, mirë është 1 gjysore, mos ta thajmë flokun, ta lëmë flokun në gjendje natyrale, pastaj mund të përdorim krefjan. Çfarë ndodh në momentin që ne e kemi në lagërshtir, do më thënë që kemi flokun e lagur dhe përdorim ampullën, përdorim tonikun, na ndihmon që të përhapet më mirë dhe na ndihmon që të veprojë akoma më mirë nëse ne e mbajmë flokun 1 gjysore të patharë. Pastaj fillojmë procesin si ne përdorim gjithmonë. Kjo është mënyra se si përdoret shampo dhe toniku i lërkapinit. Unë kam pas një rezultat goxha të mirë, sepse unë bëj shumë prova me flokun dhe ju këtë gjë e keni parë, sepse një herë i bëj bjonde, një herë karrotë, një herë të kuqe, dhe po ta shikoni gjendja e flokut nuk është keq. Kështu që seti e lërkapin është super ofertë deri me datën 14. Më shkruani personat që duan.